Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit tashmë në jetën e banorëve të fermës, do të thënë të ish banorëve. Sara kohën e fundit ka qenë shumë e komentuar, është përfolur shumë për të, është komentuar shumë për të, dhe Sara tashmë e pranoi që kishte patur një dieni që Mimoza ka qenë personazh kaq publik. Në fakt, apo Mimoza është ndruar në fenomen, në fakt unë nuk e besoj këtë gjë, sepse duke njohur strategjinë e lojës se si funksionon, unë mendoj që Sara nuk ka patur fare dieni, se Sara po të kishte dieni për Mimozën, për standardet e Mimozës, dhe në çfarë niveli ka hyrë Mimoza apo ka qenë Mimoza, unë mendoj që Sara do të kishte patur tjetër qasje dhe tjetër drejtim me Mozën. Okej, unë do të kisha dashur që Sara ta ndryshonte mendimin, do me thënë të dalësh në një emision edhe të komentosh dhe të japësh mendime për ish banorët dhe të qëndrosh e tillë, unë mendoj që është e gabueshme. Sara e kishte momentin që në Vision Plus të luan pllakën e saj, do me thënë të ndryshon formën, të sheh me një medalje tjetër rrugën, por gjithsesi unë e vlerësoj, është mendimi i saj, do me thënë ka karakterin e saj, ka qëndrimin e saj dhe nuk lua në asnjë mënyrë nga rruga e vet, do me thënë është stoike në mendimin e saj, dëshiron këtë mendimin, ka këtë mendimin dhe do të mang këtë mendimin dhe unë e duar trokas për mendime që ka, sepse janë të paktë njerëzit të cilët kanë mendimet qoftë të tilla për një qëndrim. Ishte e lënduar, ishte shumë e lënduar, do me thënë e kishte parë që publiku e ka komentuar shumë keq, e kishte parë që publiku ka krijuar një lloj inati me të, do me thënë, kam thënë gjithmonë, këto janë formate televizive që ose të ndihmojnë ose të shkatrojnë, dhe në këtë rast Sarën e shkatëruan, Sarës ja hoqën atë imazhin që Sara në fakt e kishte ndërtuar dhe do ta vazhdonte ta ketë edhe jashtë fermës. Unë mendoj që Sara tashmë duhet të jetë pak më e qetë, të qetësohet, edhe duhet ta kupton që në ferm apo në reality show nuk luhet me inat. Duhet të ndërtosh strategji. Sara nuk kishte strategji. Në momentin që ti ke strategjinë tënde dhe e kupton se cila është pika më e dobët e banorit tjetër dhe ti mundohesh ta prekësh 2-3 herë në pika të dobta për të mos e ofenduar, por për ta bërë më të dobët se ti. Kjo është strategjia e fermës. Mimoza ka përdorur strategji, Mimoza ka zgjuar ka përdorur strategji dhe kjo strategjia Mimozën e ka nxjerrë në këtë nivelin në të cilin është sot, që realisht është për ta duar trokitur dhe për ta admiruar. Ky është mendimi im rreth situatës së ndodhur në ferma VIP.